Lista serbe su pajtuas këtë herë me konstituimin e kuvendit. Partia më e madhe serbe në Kosovë beson që përsëri u shkel kushtetuta, kur kryetari i kuvendit propozoi Nenad Rashiqin për nënkryetar nga serbët. Andaj edhe njerë thonë se do të drejtohen organit më të lartë kushtetues. Është shkelur vendimi i gjykatës kushtetuese. Ne jemi të vetëdijshëm se Rashiqi është futur me forcë që të bëhet deputet dhe tani në të njëjtën mënyrë është shpallur nën kryetar. Atë nuk e ka zgjedhur populli serb, por është vetëm një antar tjetër i vetëvendosjes. Por pavarësisht zarave kundërshtues, ai që u zgjodhi të përfaqësoj serbët në kryesi, që fjalë pak e shumë falendërues. Jam falendërues shumë të kolegëve të mi të cilët sot kanë votuar për mua dhe shpresoj që kjo do të jetë një fillim të ri në ndërtimin e institucioneve. Këto falëndërime i shkuan edhe LDK-s që të premten votoi proti. Gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese ka dhënë një interpretim të cilin ne nuk e kishim më parë dhe sipas asaj që ne kemi kuptuar, ai ka të drejtë që të zgjedhet. Por vendimi i kushtetuesës nuk janë ndroi mendjen Partisë Demokratike, që sigurisht më parë abstenoi në votimin për komunitetin serb. Unë nuk i ndoj serb në serb të mirë dhe në serb të këqij. Ky është problem i cili besoj nuk i takon partive politike, as më pak leadershipit shqiptar. Ky ka paksa dilema edhe për konstituimin nëse është i plot, por ndryshe mendon kreu i kuvendit. Dhe tani e tutje kuvendi mund të vazhdoj punën e vet. Ndaj afateve, partia fituese e zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje, tha se do të fillojë sa më parë të gjejë partner koalicioni për qeveri. Ne do të vazhdojmë komunikimet edhe me deputetët tjerë në mënyrë që të kuptojmë më shumë nëse kanë vullnet për të qenë pjesë e qeverisjes. Vetë se këto pritshmëri si kanë partitë e tjera që pas konstituimit presin shpërbërjen e kuvendit në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme.